që parë kaosi urbanistik që nga ka ba, kuptan. Ndërka që uranin, nëse në Prishtinë nuk është provu, po si Minister i Shëndetësisë ka qenë njën nga ministrat më të mira dhe ata që s'janë me Partinë Demokratike të Kosovës kanë fjallë të mira për uranin që punojnë në sektorin e shëndetësisë në fushat, nështë ta nuk është i gjallë si që ka qenë para 4 vite, mirë po i ka projektet konkrete, kështu që besoj që Prishtina shumë ma mire kësh pas me pas Urani Ismailin, kryetar të tashëm të Prishtinas. Valen? Munova me kone shkurt. One që adhone shumë shkurt se për di që imi në fund, one mendoj që Hajrullah Qeku e ka po një gabim shumë të madhë fillim, kur tha që one më tha partia me dalë, që një farë njëri që vëqës ta që s'pota që me dalë vetë, ajo është mesazh i keq për publik se ka të zonë që pas kanë shtime zërët të se pas kanë bizë me fitu. E tash e ka kriju një diskurs ku po thot, unë e kom projektin për 10 vjeqarë, për 10 vitet e ashme. Shkurt, unë e mendoj që emnimi i Hajrës, pa marrë parasysh që ka qenë një për ministra më të mirë, nështë të Albin Kurtit për qeverinë e kalume, pe Prizrenit e dëmëtën pak edhe masën e vetëvendosës Prishtinë, dhe unë e shë po ashtu njëjtë për parim Roma, duket që është më favorit në kuptimin e kësaj gare, dhe Uranën e shë si dytin në garë me Hajrën, pra vete që po i bën në rrjetet sociale, nuk shpërfaqen? E tash, me vetë për qeverinë e tina, unë e kom votu zjerë në fundit, so për ato, por e kom votu, do më thonë, në baletaj për parim Romën, unë jemi dëshpërum, por shumë arsye, unë mendoj që po, vetë vendosa si qeveria ka pengu me një projekt, po jo në të gjitha, po ja ka nalë paret qeveria edhe Ferizajt edhe Mitrovicës edhe, por si ja ka nalë Ferizajt projektet, për shemë të qeveria Kurti. Unë e kjo e ka një tendencë të fëllirantit, sykur Albin Kurti që me 51% s'pelojnë me punu. Edhe kjo, dhe me honë, nësë të pëtët, e tash sët del, mas 4 vite, e thët, kini me pojo 2 metrë të dytë. Ndo këtë, adem pak shumë blef, ose foterancia madhe. Mirë, Dardan. Më në qërtë gara ba interesante në herë, për mu. Shosh, tamam kandidat 5, risi është Besa, të shumë sa një mirë, një me pas një gru, për fundemesh në herë. Bek Berisha, ka një fushat interesante, që së pritë, dhe më thonë, prej akës, besoj që ka me rritë për një asamblejës, sigurisht se po, Urani po ashtu është aktiv, besoj edhe i ka me pas një rritjet, PDK, se PDK ka i parasysh akë, PDK ka qenë problem Prishtinë gjithmonë. Ky ka qenë një bastion i LDK-s, betet i LDK-s i VV-s, aty pari, që po, favorit unë e shosë si për parim Ramën edhe Hajrullah Qekun, në ballotash. Gjithmonë jo pëse di gjo, po të e pas parasysh bastionet e partive. Kështu ka qenë, po. Që kam ka pëlqy është 2 gjona. Kulminacioni këtë kësaj është që u pajtun kom përshtypjen parim për një debat publik era parë, që është shumë e mirë. Nuk e di ma ka pajtim, ka një ftes? Nëse ndo. Ta njajtë. Nëse ndo. Një ndryshme, që për mu është pak diskutabilit. Ta njajtë. Nëse bot një ballafaqim, do të ishte mirë, përgjësimin e gjitharë është mirë, ajo, po gjithëse, edhe listat i kom shiku, sinqerisht, të gjitha listat, pa dalim, menoj për gjitha, janë këqat mira. Do mos lista AK-s është... Po, befasune. Vendosa listën e asamblejës, e kështë ma dëpë. Mirë, përgjësi, po të se ka posë se kursi i kompozit. Po shët një shka, po shët dje me vojza 3, që nuk thirën titri akademik, ma trendit. Po, shumë e vërtet. Azran. Qyre tash, këtu janë 5 në garë, 2 janë foliranta, 3 janë serios. Kush? Më thonë, Hajrullah Qeku dhe preparim Rama, për një me, janë 2 dështime këshumë eklatante, njërin komunë Prishtinës, tjetërin në Ministrit Kulturës. Se? Që 2 ka më propagandë, 0 punë. Hajrullah Qeku ka më pak punë se qëto Ministrit Kulturës, po ka funksionua agitacioni... Pe ministrave, tash është maj mirë. Pash ka bo punë mas pakti, se ketë ata kolekte ti para prapë, por ka funksionua agitacioni i propagandës. Unë vin nga fusha arkeologjisë, 8 vjetë komponua atje. Ashtë që propagandës. Edhe, punët që janë kryer të shkrimit kulturore, goni kujtim shalës, edhe me mri Krasniqit, janë pak rasimisht më mëdhese të ti, po kuj ka po propagandë, halal i qoftë. Për Qekun, po thua? Po,
Përparim Rama e dim që a Prishtina, ton kona për vizatime, po na jetojmë një kaos urbanistik, edhe me në që qytetari i Prishtinës sa i përket Orhan Ismailit, pajtona me Aferditon, që është ministri maj i mirë i shëndetësisë e për këto ka konsensus politik. Edhe partit që e kundërshtojnë e din. Edhe unë besoj që Orhani me përpër, me gjitha të që se me thonë përpa, shkojnë